Qa bëjmë në ndërkohë? Ndërkohë bëjmë kremin. Kremin. Bëjmë kremin, i cili është gati për... E bëjmë. E bëjmë. Për përgatitjen e kremit të trungut tradicional, duhet sheqer pluhur. Ne kena makinën që e blujmë këtu sheqerin, nuk e blejmë sheqerin sepse sheqeri tregut pluhur bëhet me topa, fiton lagështinë në ambientit. Sheqeri duhet me u plu në momentin që don me u prodhu. Dhe kështu që e Është bluan vetë. një ndër sekretet, po të themi që Të trungut. trungut del mirë. Sepse sheqeri bluhet në moment edhe atëherë. A ky është sheqeri bluar? Po. A thjesht letra ishte e gatshme, tjerat ishin Po. kërkuat. Gjalpin që siç thash e kemi më përpara në temperaturë, kemi disa orë përpara nga frigoriferi, edhe Që t'jeti që but. t'jeti but, punohet me sheqerin pudër. Pa. Atëherë kemi gjalpin. Sasia normalisht është shumë e rëndësishme. Po sa shumë është. Më thënë, gjalp edhe sheqer përzihen gjithë kohës. Gjalp dhe sheqer. Gjalpi duhet jeti mirë, shumë i mirë, si i bëhet? Në përgjithësi ne përdorim gjalpin e frest. Ku e merrni? Janë këto punishtet e qumshtit. Qarume, si vjen, nuk je në kamerë. Wow. Për kjo duhet bërë mas, bashk. Bëhet mas. Pa vezë. Pa vezë, pa asnjë gjë. Pa asnjë gjë. Vetëm gjalp dhe sheqer i bluar. Ti di të bësh trungun? Unë di të zbukuroj. Po mirë, ti do bërë zbukurimin. Unë do e ha, në fund. I kemi ndar punën. Është sepse zbukurimi e shet. E vërtet, zbukurimi dhe reklama, e shesin atë që bën ti, ta dish. Kjo duhet bëhet një mas homogjene, që të quhet e Që bërë. quhet e bëme. Po pas ka punë. Edhe kjo, më the bëhet shpejt, po kjo. E ke më përmbar ta bësh me makineri këtë? Patjetër. Po s'ka si me dorë. Absolutisht ja. 100% e masës përzihet me dorë. Me makineri nuk përzihet 100%. Sa rin do të sjellësh? Po tani që sheqeri e kanë shpallur armik, si ja bën që mbijeton? Apo ka akoma njerëz që nuk kanë armiqësi me sheqerin? Ka insulina. Që është tash pothuajse gati, apo kremin që përgatitme, do ta ndajmë në dy pjesë. Ky është krem i bardhë. Ka Ky është i verë, në fakt. quhet i bardh sepse është pa ngjyrë, po ka vetëm ngjyrën e gjalpit, asnjë gjë më tepër. E dajmë dy pjesë, pak a shumë të barabarta. Gjysën e bëjmë me kakao, gjysën e lajmë ashtu si është, bëjmë kafë. Tu kene dy krepnat, Një të bardhë dhe bardhin një edhe me kafë. kafë. Atëherë marrim pandismaje, e cila E cila është që shtorë. është ftoftë. Marrim një letër kuzhine. E kthejmë nga ana e kundërt.
Në varësi të shijeve të klientëve, mushja mbrand mund të bëhet e bardhë ose bëj kafe.